pse nuk është alternativë për vetëvendosjen Partia Demokratike e Kosovës, zoti Vllasi? O të njeri, në të bojnë për kush për vetë mu, ani pse jo pra, edhe me PDK, s'ka problem, se u bënëm hërë, para poplit, para shtetit, para miqve ndërkombëtar, ja ka nisë mu gërdit prej neve edhe ata që na kanë nimu. Betimin e dhanë se ja u kujke mu ullë në ato karrika, ata veç janë të këshyrë edhe të habit me neve, me papërgjegjësinë që po manifestohet. Por, e qartë, zoti Vllasi, por duke parë këtë refuzim të LDK-s, pra që të hyjë në bashkëpunim në koalicion qeverisës me vetëvendosjen, pse nuk është alternativë për vetëvendosjen Partia Demokratike e Kosovës, zoti Vllasi? S'ka ftesë ndaj saj për të bashkëpunim? O të njeri, në të bojnë për kush për vetë mu, ani mas pari është për mua shumë diskutabile pse s'po pranon LDK-ja koalicion. Po nëse nuk pranon, e pranon PDK-ja, ani pse jo pra, edhe me PDK, s'ka problem. Partia e parë me vota edhe e dyta bojnë koalicion që në Gjermani para do kohë e pam, shpejt e formun qeverin, CDU-ja dule para, kjo dyta me njëherë u ofru ju bashkan gjithë, unë nuk po thëmë që nuk bën koalicionin mes vetëvendosjes dhe PDK-s. Po e shpreha mendimin që me LDK-n do t'ishte një qeveri stabile, por edhe opozita me PDK-n do t'ishte e fortë, sepse të na që jemi na të prirët me keq përdor pushtetin, është e shëndetshme për demokraci në parlament me pas një opozit e fortë, që aty e pa ta mendimin se pse jo edhe vetëvendosja me PDK-n në koalicion, s'ka gale, veç me dalë vlla për i kësaj situate, se ajo që ka është më e keqja, është që kjo situatë se u bënëm hërë. Para poplit, para shtetit, para miqve ndërkombëtar, ja ka nisë, unë e pipërcjell edhe reagimet e jashtme e shkrive, ja ka nisë mu gërdit prej neve, edhe ata që na kanë nimu mu shlirua prej Serbisë dhe që na kanë nimu me bo shtetin. Dhe pikrisht, zoti Vllasi, thirrjet ndërkombëtare janë shtuar së fundi me një gjuhë edhe më të ashpër ndaj partive politike në Kosovë për formim urgjent të institucioneve të reja, duke thënë që Kosova po vetë izolohet me këtë situatë. A është koha, momentumi që të ketë përfshirje të drejtpërdrejtë ndërkombëtare? Po, përfshirje ndërkombëtare, tashti shtrohet pyetja, çfarë përfshirje? Ndërkombëtarët nuk dojnë DSD në të bëhet që ky me qiton në të bojnë koalicionin, nuk të diktojnë ashtu, ata bëllët kjartë kanë qenë, janë kur deklarohen se Kosova për interes të vetine, jo për interes ndërkombëtar, duhet ta ketë qeverin efektive, funksionale, duhet del nga kjo situatë, e tashti ne i kemi pas zgjedhjet e lira, i dim rezultatet, peshohum që shposilën pa përgjegjshëm këta që i kanë zonë venet në kuvend, a betimin e dhanë se ja u kujke mu ullë në ato karrika, nuk vinë ndërkombëtarët me thonë që ky me qito ka me bo koalicion, që ky ka me konë kryetar qeverie, që ky kryetar parlamenti, ashtu nuk thojnë ata veç janë të këshyrë edhe të habit me neve, me papërgjegjësinë që po manifestohet në kuvend lidhur me zgjedhjen e kryetarit kuvendit edhe posaçërisht qeverisë. Ajo bollo për neve kush merr vesh e kupton që ja kanë nisë miq ton mu gërdit për neve.